Shkelje të tilla të kodit rrugor janë të pranishme në çdo rrugë apo rrugicë të Durrësit në çdo ditë të vitit. Zallamahia që shkaktojnë automjetet e parkuara vend e pa vend është një shqetësim i përditshëm i qytetarëve dursak. Në qytetin numër 2 të Shqipërisë dhe qytetin që sipas Instatit ka numrin më të madh të automjeteve në raport me popullsinë, as policia rrugore dhe as policia bashkiake nuk kanë një karrotrec për largimin e automjeteve që parkohen gabim, madje dhe kur ato zën hapësirat publike. Ata kanë vetëm bllokun për vendosjen e masave administrative. Madje policia bashkiake nuk ka asnjë procedurë ligjore se si duhet të veprojë në këto raste dhe asnjë pikë grumbullimi ku të dërgohen automjetet që largohen me karrotrec. Zallamahia që ndesh çdo ditë në rrugë është reflektim i zallamahisë institucionale, që akoma këto ditë nuk ka përcaktuar qartë se në cilat raste të shkeljes së kodit rrugor duhet të veprojnë efektivët e policisë bashkiake dhe në cilat raste ata të policisë rrugore. Shqetësimi për mungesën e një karrotreci u ngrit dhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, por sa do të reflektohet kjo në vendimarrje konkrete nga bashkia mbetet për t'u parë. Një makinë përpara garazhit të pallatit me 20 makina brenda, e la makinën në kush e parkoi rreth 6 orë, askush nuk mund të dot nga pallati. Erdhi policia e shtetit, vendosi një gjop për 3.000 lekë të reja dhe kaq. Mora policia bashkiake, nuk kemi karrotrec, thashë ta paguajmë karrotrecin, nuk kam as procedurë ligjore tha për ta. Dhe 6 orë, çfarë lloj nevoje halli ne mund të kishim, nuk thonin dot asnjë gjë. Ngushtimin e rrugëve kryesore të qytetit dhe eliminimin e qindra vendeve parkimi në to, autoritetet vendore kërkojnë ta zbusin disi me parkimin publik që po ndërtohet pranë stacionit të trenit. Po pavarësisht premtimeve elektorale për përfundimin e kësaj vepre infrastrukturore dhe kalimit të afateve të deklaruara në kontratë, punimet në parkimin publik me 396 vende parkimi dhe 7 nivele vazhdojnë akoma. Në kryeqytetin shqiptar të turizmit, ku përgjatë 3 muajve të verës pritet të rritet ndjeshëm, numri i autometeve që qarkullojnë në akset e Durrësit, mungon vendimarrje e duhur institucionale për t'i dhënë zgjidhje problematikës kryesore të qytetarëve. Ku ta parkojmë automjetin?